dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillim lajmet në televizionin 4+. Rritësit e shpesve të detit në fshatin Thanasaj ankohen se gjeli i detit grek konkuron në çmim gjelin e detit Vendas. Sipas tyre, çmimi i gjelit të detit Vendas është 8 deri në 10.000 lek, kurse gjeli grek shqitet 7.000 lek. Gjithashtu fermerët janë të shqetësuar se qytetarët nuk po blejnë gjela dhe pula deti këtë vit. Muaji dhjetor është muaji i festave të fundvitit ku gjeli i detit është ushqimi kryesor i tavolinës. Qytetarët kanë filluar të blejnë ose porosisin gjelin edhe pulën e detit sipas buxhetit që kanë. Këtë vit fermerët e Thanasaj ankohen se gjeli i detit Vendas konkuron me gjelin e detit nga Greqia, pasi gjeli i detit grek shitet 7.000 lek, kurse gjeli i detit Vendas shitet me 8 deri 10.000 lek dhe pula e detit pak më shumë. Ndërkohë janë të shumta shpenzimet për t'i rritur dhe kujdesi që rrisit e tyre tregojnë për të shmangur vjedhjet e mundshme duke u açuar punën e një viti me të cilën mbajnë familjen në dëm. Edhe pse shija nuk është e njëjtë, banorët blejnë gjelat që vinë nga Greqia se janë me çmime të ulët. Shumë e vështirë është, po ka hyrë greku ti me, edhe s'na nuk shesim dot më, thonë me 6.000 lekë kilën. Sa to i mojnë direkt makina atje, ne që kemi rrit një vit s'po dini fare. Ç'të bëjmë neve? Kë kemi? Pensioni ishi ullët, i keni 20.000 lekë, po ma këta kishe shpresë për gjithë vitin. Që të ham, ku do shqetë? Me sa po e shetë aktualisht? Me 7.000 lekë, më thonë. Si greku, si ne edhe, pa me 7.000 lekë i lojtë. Sa shumë më drejtë kështu. Nuk u di që masë që ka merë qeverie për neve, pensionistët e herë, shumë keqë. Me ila që jemi, me çdo gjë që jemi, shpenzimet ka sa dush, nuk më lo shpenzimet e mia. Që kam blejo misrin, jo grurin, jo. Në gjithë, kështë nuk ka kostë. Sa du të shesë është ti këtë më lo shpenzimet? Unë ti më lo jalat marë parat e mije që ka shpenzu. Kjesh direktor asi nuk shqitë, më thoshe me 6.000 lekë kilën, talë që shoferët me neve. S'kanë faj, se me mori malirët tjenë ke makinët, ke greku. Dallon, ke kanë të jesë, ata i kanë kom të trasha, i kanë pa nishan, ne kemi nishan. Ja, nishani. Shkoj, një o pre, një e ka këto. Mi fjallë, mi krajë janë gjithë këta, komplet ta. Dallon shumë, greku dhe neve, gjithë janë kërkat. Edhe puplet, shkoj se i ka puplet. Të verga. Ja. Na murëm qafë grekut, na murëm qafë. Sa do ishë shpimi që një të tashisti, që ti si të naqo? Unë, ne imi të naqen pakën këtë gjelë e 10.000 lekë, këtë pullet, bëjë që më tepë se s'ka shumë pesh pullet. Pullet aqë përshan, ka të përshan. Në qofë se bije kërkesa, me sa da shisni përsa? E fund fara, këta nuk i majë mënë, dos dhe japësh. Japësh nga keqë se dumë prapë të hanë, a i se kanë hongë dumë prapë përsaj. Ma mirë të japësh pak më lirë përsaj, pakën të heqër shë punë. E unë kam po mend mos me majtë fara mo. Se s'kele vëdi mo me këta. Ishë fare. S'kele vëdi. Që se e me frike, ka fillu në vjere. Gjithë natën dhe dritën, më këtë dheja kësollës, e qeni aty, unë vetë gjithë natën me elektrik doja me thënë të aposhe, gjithë s'po bëjmë pikë gjumi. Gjithashtu edhe blerjet kanë rënë këtë vit krahasuar me vitin e mëparshëm. Një vit shumë i keq, thon rritësit e gjelave të detit. Takime përmbyllëse në kuadër të fushatës mbar kombëtare kundër dhunës me bazë gjinore u organizuan në Lushnjë dhe në Divjak. Në kuadër të fushatës sensibilizuese 16 ditë aktivizëm kundër dhunës me bazë gjinore u organizuan aktivitete përmbyllëse në Lushnjë dhe Divjak. Zonja Edlira Çepani organizoi një takim me kryetaren e bashkisë Eriselda Sefa, antarët e Këshillit Bashkiak Lushnjë, përfaqësueset e shërbimit social, si dhe koordinatore kombëtare e rrjetit të grave barazi në vendimarrje. Gjithashtu struktura e komisariatit të policisë Divjak zhvilloi aktivitetin përmbyllës me nxënës të shkollave të mesme të zonës në bashkëpunim me stafet pedagogjike. Në takim u theksua roli të rinjve në krijimin e një kulture zero tolerancë ndaj dhunës, si dhe rëndësia e bashkëpunimit mes policisë, institucioneve vendore dhe shërbimeve sociale për mbrojtjen e viktimave. Nxënësit u njohën gjithashtu me aspektet ligjore dhe mekanizmat e mbrojtjes, duke i kushtuar vëmendje të veçantë të dhunës digjitale, një prej formave në rritje që prek të rinjt. Për një komunitet pa dhunë digjitale, mbrojmë vajzat dhe gratë çdo ditë. Pas një seance maraton, pothuajse 16 orë në kuvend, u miratua projekt buxheti prej 8.8 miliard eurosh. Kuvendi miratoi pas 16 orësh projekt buxhetin 2026 me vlerë 8.8 miliard euro si dhe 8 projekt ligjet e paketës fiskale, me 83 vota pro të socialistëve. Opozita votoi kundër.
Buxheti prej 8.8 miliardë eurosh do të jetë në dispozicion të institucioneve për shërbime shëndetësore, paga, skemat e mbështetjes të familjeve në nevojë, pensione, arsim, punësim, bujqësi, transport rrugor, drejtësinë e deri tek shpenzimet për sigurinë në kuadër të detyrimeve ndaj NATO-s. Sa i përket ndryshimeve në ligjin aktual të TVSH-s, rikthehet kompensimi në bujqësi. Për çdo faturë që fermerët do të marrin nga grumbulluesit kur ju shesin produktin, do të kompensohen me 10% të vlerës së saj. Përveç indeksimit vjetor të pensioneve, parashikohet një fond shtesë me mbështetje të përkohshme për pensionistët me të ardhurat të ulta, me synim ruajtjen e fuqisë blerëse në kushtet e rritjes së çmimeve. Në kuadër të reformës së pensioneve, qeveria synon të rrisë ndjeshëm nivelet aktuale. Projekt buxheti 2026 parashikon gjithashtu rritje të pagave në sektor të ndryshëm të administratës publike. Paga minimale do të rritet me 10.000 lek, duke arritur në 50.000 lek nga 1 janari 2026, një masë nga e cila pritet të përfitojnë rreth 308.000 të punësuar në sektorin publik dhe privat. Rritje do të ketë edhe për punojësit mbështetës, mësuesit, mjekët, infermierët, punojësit e rendit dhe ushtarakët. Endrit Shabani u zgjodh avokat i popullit me votat e shumicës socialiste. Opozita braktisi votimin. Në rrjetet sociale, ai ka reaguar i befasuar nga veprimi i opozitës. Endrit Shabani u zgjodh mbrëm avokat i popullit me 85 vota pro të socialistëve dhe 3 kundër. Grupi i Partisë Demokratike braktisi sallën para nisjes së procesit të votimit, pasi deklaruan se tërhiqen nga nënshkrimet. Ndërkohë Endrit Shabani në rrjetet sociale kandidaturën si avokat i popullit e sheh një vot besim të rëndësishëm, prekës dhe surprizues për nga dinamika e zhvillimit në sallën e kuvendit. Mbetem akoma i befasuar me deputetët e opozitës, shkruan ai, të cilët fillimisht më inkurajuan me dashamirësi, më dhanë firmat e tyre sipas ligjit dhe më uruan sukses, por më pas vendosën ta braktisin kandidaturën time, a thua se nuk ishte e tyrja. Nga ana tjetër, deputetët e mazhorancës fillimisht refuzuan të më jepnin qoftë edhe një firmë, megjithse disa prej tyre i kanë miq me argumentin se Partia Socialiste nuk do të hynte në këtë punë të opozitës, por në momentin final më votuan që të gjithë, madje me votë fshet, duke më besuar detyrën e avokatit të popullit. E gjithë kjo dinamik ishte diçka që zota besoja dot, po të ma tregonin më parë dhe nuk e lija dot pa e shënuar. Megjithatë, me keqardhje për vijën e pakuptueshme të partisë së tyre, duhet i falenderoj sinqerisht 35 deputetët e opozitës, të cilët me firmën e tyre më dhanë mundësinë të kandidoj për këtë funksion kushtetues. I siguroj se nuk do t'u jap arsye për të menduar ndonjëherë se bën gabim që më mbështetën në fillim apo se bën gjën e duhur që nuk më votuan në fund. Ai falenderon dhe deputetët e mazhorancës për votën, pavarësisht se ishte aktivisti angazhuar në radhët e opozitës dhe ka bërë dhe thënë gjëra për të cilat me siguri nuk ju ka ardhur mirë. Do të bëjmë të mirën për të gëzuar respektin e të gjithëve, mbyllet postimi i Shabanit. Protestat masive të muajit dhjetor në Bullgari u finalizuan me votën pro dorëheqjes së qeverisë së kryeministrit nga parlamenti. Me 227 vota pro dhe asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Parlamenti i Bullgarisë votoi sot dorëheqjen e qeverisë së kryeministrit Rosen Zhelyaskov. Kryeministri bullgar Zhelyaskov njoftoi dje dorëheqjen në një konferencë urgjente për shtyp në Asamblenë Kombëtare, vetëm pak minuta para se deputetët të votonin për një mocion mosbesimi kundër kabinetit të paraqitur nga Vazhdo ndryshimin dhe Bullgaria Demokratike. Që nga 1 dhjetori vendi është përfshirë nga protesta masive antiqeveritare që u shkaktuan nga planet kontroverse të buxhetit të kabinetit, por që u përshkallëzuan në pakënaqësi antiqeveritare për korrupsion, padrejtësinë dhe dështimin në shumë sektor qeveritar. Koalicioni qeverisës diskutoi situatën, tha Zhelyaskov. Nuk kemi dyshime se në votimin e ardhshëm të mosbesimit qeveria do të marrë mbështetje. Pavarësisht kësaj, rezoluta e Asamblesë Kombëtare ka rëndësi kur pasqyron vullnetin e popullit, theksoi kryeministri. Dëshira jonë është të jemi në nivelin që pret shoqëria. Burimi i pushtetit është sovrani dhe zëri i popullit, tha ai. Zhelyaskov u zgjodh kryeministër më 16 janar 2025 me 125 vota pro, 114 kundër dhe asnjë abstenim. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.